që nuk janë të sigurta. Krejt këtu do i diskutojmë bashkë me musafirët të cilët do të kemi në studio edhe në lidhje direkte. Greqja e mbetet juve është që të na ndiqni edhe të qëndroni bashkë me ne, po ashtu të na ndiqni edhe në YouTube ku jemi live në Kanal 10 Live, edhe po ashtu në Gazeta 10 ku lajmet e ditës së re janë të menjëhershme edhe publikohen menjëherë për këtë ata cilët veç nuk na kanë ndjek që nga fillimet ose nga mëngjesi i emisionit. Po para se me shku krejt këtu, edhe para se me diskutu krejt situatat në ngjarjet e 24 orëve të fundit se çka ka ndodhur, po shkojmë po ndjeki motin edhe po shohim se çfarë moti do të kemi sot, po ashtu edhe 3 ditët e ardhshme në Prishtinë. Po e shohim kështu edhe grafikat e vendit tonë edhe që janë temperatura në disa vende me rrezë dielli e disa me vërësira, por edhe me rishje shiu. Po e filloj shumë me Mitrovicën ku temperatura maksimale gjatë ditës do të jetë 18, Prishtina 17, Gjileani dhe Ferizaj 18, Prizren 21, Gjakova dhe Peja 19 gradë Celsius. Do të jenë temperaturat maksimale sa i përket ditës së sotme, edhe që temperatura kështu të ngrëta, por që në disa vende edhe me rishje shiu. Hajde shkojmë shohim edhe temperaturat minimale sa i përket vendit tonë, e që po i shohim edhe kështu ku temperaturat minimale janë në Mitrovicë, temperatura minimale do të jetë 7, ndërkaq në Prishtinë 8, në Gjilan 7 gradë, në Ferizaj 6 gradë Celsius, në Prizren 11 gradë, në Gjakov 7 gradë, në Pej 8 gradë Celsius. Temperatura minimale edhe këtu ku temperatura minimale më të lartë në pas ka Prizreni me 11 gradë, mirë po ndërkaq edhe sa i përket temperaturës maksimale, një ndër vendet më të ngrohta do të jetë Prizreni për ditën e sotme me 21 gradë Celsius. Pavarësisht asaj që nuk pas me rrezë diellit në Prizren, temperatura që kanë shumë të larta. Hajde shkojmë e shohim Shqipërinë, të shohim se çfarë mund të kemi atje. Kemi edhe atje rrezë dielli apo rishje me shi, apo kemi një grafik kështu të përzierë sa i përket. Po, në Shqipëri po e shohim që pas kemi një grafik të përzierë sa i përket motit për ditën e sotme në disa prej vendeve rishje shiu e në disa rrezë dielli, po e filloi kështu me Shkodrën ku temperatura minimale është 12 e ndërkaq maksimale do të arrijë në 19. Në Kokës temperatura minimale është 8 e ndërkaq maksimale 18. Në Lezhë temperatura minimale 11 gradë, 18 maksimale. Në Diber 9 gradë minimale, 14 maksimale. Në Durrës temperatura minimale është 12, e ndërkaq gjatë ditës do të arrijë deri në 18 gradë Celsius. Në Tiranë temperatura minimale është 14, e ndërkaq maksimale do të arrijë në 19 gradë Celsius. Në Elbasan temperatura minimale 11 gradë, 18 maksimale. Në Vlorë temperatura minimale 13, 22 do të jetë maksimale, e në Korçë temperatura minimale 7 gradë, 18 do të jetë maksimale. Në Gjirokastër temperatura minimale 9 gradë, ndërkaq ajo gjatë ditës do të arrijë deri në 17, ndërkaq Saranda temperatura minimale ka 13, edhe më e larta do të jetë 20 gradë. Vendi më i ngrohtë sa i përket Shqipërisë do të ketë Vlora e që ka temperaturën 22 gradë maksimale, ndërsa sa i përket minimales temperatura më e ngrohtë është në Tiranë ku do të jetë 14 gradë Celsius. Temperatura kështu një më i përzierë sa i përket edhe Shqipërisë, edhe në disa vende rrezë dielli, por në disa vende me vërësira dhe me rishje shiu sa i përket Shqipërisë, por që nuk ja vlen të dëshpërumi, pasi që jemi tashmë në ditën e 3 ose të 4 mos të gabohem të pranverës, edhe që tashmë e dim që koha veç është një mot i tillë, ose me rishje shiu, me pak rrezë dielli, kështu që një mot mix kështu t'i themi. Hajde shkojmë shohim Maqedoninë e Veriut edhe të shohim se çfarë temperatura kemi atje. Po e shohim që edhe Maqedonia e Veriut ka temperatura të njëjta, edhe si në Shqipëri edhe në Kosovë, e po e filloj kështu me Tetovën ku temperatura minimale është 10 gradë, ndërkaq maksimale 19. Në Komanov temperatura minimale 8 gradë, ndërkaq maksimale 20. Në Strup temperatura minimale 8, ndërkaq maksimale 14. Në Kostivar temperatura minimale është 10 gradë, ndërkaq ajo më e larta gjatë ditës do të arrijë në 18 gradë Celsius. E Shkupi temperatura minimale ka 10 gradë, ndërkaq maksimale do të arrijë në 19 gradë Celsius.
Temperatura kështu edhe në Maqedoni të Veriut, ku temperatura më të lartë do e ketë Kumanova me temperaturë maksimale 20 gradë, e ndërkaq sa i përket temperaturave minimale kemi 3 vende, ku është Tetova, Gostivari edhe Shkupi që kanë temperaturën 10 gradë minimale. Më të ngratë edhe në Maqedoni të Veriut, nuk është që kemi temperatura dëshpëruese, por që me vërtet pavarësisht kësaj situate, më duket jo veç tek ne, po tek krejt njerëzit ndikon kështu temperaturat. Edhe në momentin që kemi pak rreshje shiu, bim ashtu në atë depresionin tonë edhe mundohemi me nejt ose veç mrena, mos me dalë ose diçka tjetër. Po e shohim kështu Evropën, mirëpo Evropa në disa prej vendeve ka temperatura të ngrëta, edhe atje një mix i temperaturave, e po e filloj kështu me Dublinin, ku temperatura minimale është 9 gradë, ndërkaq maksimalja 11. Në Londër 8 minimalja, 12 maksimalja. Në Bruxelles temperatura minimale është 7 gradë, ndërkaq maksimalja 15 gradë Celsius. Berlini 2 minimalja, 14 maksimalja. Varshava po ashtu temperatura maksimale ka 14. Në Vjenë temperatura maksimale 15, Gjeneva 15, Zagrebi temperatura maksimale 18, Roma 19, Lisbona temperatura minimale 16, Madridi 12 maksimalen, Tirana, Prishtina dhe Shkupi që përmendëm, po ashtu Athina dhe Roma kanë temperaturën maksimale 19 gradë Celsius. Temperatura kështu që edhe mbi vendin tonë, edhe në Evropë ka temperatura të njëjta. Kështu që mot i mirë sa i përket edhe Evropës. Hajde shkojmë shohim Prishtinën në 3 ditët e ardhshme, edhe të shohim se çfarë mundi na pret në Prishtinë. Edhe të shohim se kemi temperatura sa i përket vendit tonë me rreshje shiu, apo kemi përmirësim të temperaturave kështu me disa rreze. Po shohim që dielli veç ka fillu me dalë, mirë po temperaturat veç po shkojnë duke u ulur, edhe që nuk kemi kështu rritje të temperaturave, po e fillojmë me temperaturën ku me 25 mars, temperatura minimale është 7 gradë, e ndërkaq maksimalja në 18. Me 26 mars, temperatura minimale është 5 gradë, ndërkaq maksimalja do të arrijë deri në 15. E me datën 27 mars, temperatura minimale është 4 gradë, e ndërkaq maksimalja do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Po i vim kështu fundit edhe muajit të marsit, që ky muaj zjas që shka shku në fakt, se ka shku qatë shpejt, sa që kur po e mendoj edhe jam të diskutu tash me këto motin, ka qenë muaj i shkurtit kur veç kom përmend jemi në fund të muajit shkurt, edhe tashmë po e diskutoj që jemi në fund të muajit mars. Por që temperaturat në fund të muajit mars po shkojnë duke u zbritur sa i përket muajit të shkurtit të cilet i kemi pas temperatura mjaft të ngrëta, edhe që marsi na ka prit ashtu me temperaturë